politika gender, mos diskriminimi, mënyra se si duhet të sillemi me njëri tjetrin, por edhe brenda strukturave të federatës janë tipikisht debate që i diskutojnë për ditë me njëri tjetrin. Por kemi nevojë, sigurisht kemi nevojë për më shumë orientim, për më shumë trajnim, për më shumë seminare, për më shumë ndërgjegjësim. Ne në Federatën Shqiptare të Futbollit kemi miratuar pak kohë më parë strategjinë e përgjegjësisë sociale, që është një dokument shumë domethënës që përfshirës, por edhe me detyra dhe afate konkrete. Kështu që na takon të gjithë të bëjmë një punë maksimale madhore për të ndërgjegjësuar aktorët tanë për të përcjellë këtë lloj strategjie. Por nuk është e parë që federata organizon trajnime të tilla qoftë për sopin pabarazia sociale, pabarazia gjinore, diversitet e tjera, por edhe në trajnimet e tjera që ka marrur në shumë i rëndësishëm, sinqerisht shumë i rëndësishëm. E rëndësishme është për ndryshimin e vetdijes dhe konceptit tek njerëzit. Kjo është puna më e vështirë dhe federata po e rën. Siç e shikoni sot, pjesëmarrja është më shumë baza. Ky është një lajm i mirë. Ishte një takim shumë i rëndësishëm dhe një trajnim i vlefshëm për barazinë gjinore që organizon edhe Federata Shqiptare e Futbollit për përfshirjen e gocave në sportin e bukur të futbollit. Ishte i vlefshëm sepse si një përfshirje akoma më masive, duke qenë se futbolli i femrave ka qenë vitet e kaluara pak më i nënvlerësuar, kurse tani këto vite të fundit ka filluar të masivizohet edhe të përfshihet më shumë këdo në për shkolla, kampionate.